Endje shumë publike, as mediatike, as sulme, as ankesa, as asë. Vëmendja mediatike problem po shkakton. Çuditërisht në Gjakovë brenda 3 muajve u kry puna, as një ankes, as në komunë, as në SHP, as kund, dhe fillon punimet, dhe po flasim për 2 rastet e njëjta, pra edhe një herë. 2 qytetet mëdha, 2 stadiume, 2 vlerat mëdha, në të dyjat Ministria financuese, komunat udhëheqëse të procedurës. Atje u kry pa zhurmë, në Gjilan betejë vazhdon dhe njëjtë po vazhdon edhe sot. Lajmi mirë që ne ja kemi siguruar 9 milion Gjakovës për ta përfunduar stadiumin atje. Tashmë po zhvillohen punimet në fazën e dytë, pra të 4 milionshit brenda këtij noshi, dhe para pak ditësh në qeveri i kemi siguruar edhe 5 milion të tjera. Tashmë i takon komunës së Gjakovës për ta nisur procedurën edhe për fazën e fundit. Me këtë dinamik, unë besoj që stadiumi Gjakovës përfundon vitin e ardhshëm. Njëjtë, jemi shumë optimist që edhe stadiumi olimpik Adem Jashari në Mitrovic, ndonë me kontratë parashihet përfundoj në dhjetor të këtij viti, por nëse ekziston ndonjë vonesë, më së shumti unë shpresoj që në pjesën e parë të vitit të ardhshëm do të përfundojnë punimet edhe në Mitrovic. Pra, në vitin e ardhshëm përveç Fadil Vukrit, unë besoj dhe shpresoj shumë që do të kemi të paktën edhe 2 stadiume të tjera, të cilat janë të gatshme, janë të standardit evropian dhe ndërkombëtar, dhe ku mund të luajmë ndeshje ndërkombëtare në mënyrë që një herë për gjithmonë të dalim nga kjo situatë ku e kemi vetëm një stadium ku mund të luhet lojë ndërkombëtare. Javën tjetër, ne besojmë që do të publikohen rezultatet e procedurës së prokurimit për 4 stadiume të tjera, për stadiumin e Pejës, Ferizajt, për stadiumin e Vushtrisë dhe atë të Prizrenit. Edhe në Suarek është publikuar një projekt? Në Suarek ka përfundu hartimi projekti dhe është publiku, është hap procedura e prokurimit për realizimin e punimeve, edhe për atë stadium, pra njëherë është bë projektimi, pastaj është nda fondi prej 13 milion nga qeveria, tashmë i kemi gjitha procedura është e hapun edhe disa javë, dhe edhe aty shpresojmë që punimet, do me thënë procedura ka me shku si duhet. Me këtë dinamik, ne shpresojmë shumë që gjatë këtij viti do të hapen të paktën edhe 6 ose 7 fronte të reja të punimeve për stadiumet e Kosovës. Gjitha këto stadiume, ministër, sepse po shkojmë drejt fundit, gjitha këto stadiume do të jenë gatshme, besoni në 2028-ën? Po, plani ynë ka qenë 5 vjeçar, sepse aty e kemi bënë për llogaritje se sa mund të marrë kohë nga faza e hartimit projekteve, zhvillimit procedurave, realizimit të punimeve. Natyrisht mund të ketë ndonjë vonesë si ky i Gjelanit, mirë po jemi brenda atij planifikimit të madh, nuk ka ndonjë devijim të madh për momentin, dhe unë besoj që në vitin 2028 e më së largur 2029, ku besoj